më tregon cili ka qenë momenti kur ke marrë ti pjesë, cili ka qenë motivi yt në Big Brother? Motivi jam u konën mi kallëzun njerëzve që i na rrit, kina linda dhe i na rrit në Zvicër, mi kallëzu që një farë kulture që e kena na, që si na kejtë njejtë, qysh ka njerë na qesin në për video, në për sene, me kjerë, qtrejta, me si sene, po kena dhe na kulturë, njejtë se kur shqiptarë që janë në këtë botën. Qa do e kum pas si qëllim, kur kum hi, edhe me të kallëzu drejtë që menu shumë, në ditën e fundit e kum në qëkru kontratën edhe kum hi. E ke pas emocione që kur e hi brenda, apo si ka qenë për ty kjo eksperiencë? Kur kum hi mrena, mas pare, kum hi me kërë, unë kanë shti kërë, e kanë i zamra, bam. Tha isha u menoj isha 2-3 herë, a me dollë për kjerët mu këti mus me i hes, po tani, kum zjedhë qa du, thash, okej, t'hi. Edhe hen aty mrena, këtë drita, dion kamera, aty, dej qa dë, u konë zamra të më qu, po t'kallëzoj drejt. Po tani e kum qilë deren, i kum pa njerës, dhe thash, që thash dosh me mojtë vetën se hine mo. S'ka më rrugë dali tjetër. Qashtu? E tani kur hine brenda, kur i pa e gjithë pjesëmarrët aty brenda, si u ambjetove në fillim, si ka qenë fillimi? Në fillim u konë pak si shtirë se si mësu me kamera. Non-stop 24/7 aty. Po, non-stop kamerat edhe më do ke vetja diqysh, së di, superstar. Që dush më rujten. Edhe kur u desha, kur adhen kum pas me ndru majicën. U rujsha në fillim, kështu ku janë kamerat, adhen mos më po, se kum pas pak tull. Kom halja, ama u rujsha, se disha, qka të bëj qëto, më shofi njerës. Je në veshgim, si thajt. Po, po. Edhe është një farë presione që e ki mrena atë, plus i ki 20 vetë, këtë ndryshëm, folë tani me ta, folë me këta, dhe i sa të ambjetohesh, mund kanë vyt një 2 javë të mira. Okej. Cilën kanë qenë për ty brenda aty në shtëpi, njerëzit që ti e ke ndi vetën si me njoftë ma shumë ose ma gjatë? A ka pas? Në fillim, e di hala kur ka hi meti, ka hi si bas aty mrena, mu do këtë diqysh me qëta, ka me që luft, se hi një diqysh si arrogant mrena. Nuk s'pëlqej do më thonë si persona, po se kishë si ndish? Qysh ka hi mrena, që u prezentu, se si person nuk e kum njoft, edhe ma vonë tani, dull që me ta, i kum pas pi meshkujve, pun të mas mirë me ta me besin. Do më thonë, i bjen që ka një herë, për shtypja parë, nuk është qysh adhen. Zhvillohet pas taj ajo si thohet, ajo raporti. Raporti me ta, po. Me ta tani jumë një shumë mirë, kina folë shumë edhe jashta kamera, adhen jashta Big Brother, kina folë, se kur më kanë me pi me dalë një kafe, edhe faqme për sene. Shumë mirë, ke krijuar do më thonë dhe shoqëri aty mrenda në shtëpi. Po, pa ti. Edhe jashtë. Edhe jashtë, halja kam shoqënin me ta. Shumë mirë, cilët ka qenë Azem eksperiencë, do më thonë, momentet ma të vështira aty mbrenda, që ti ke thënë, hej, dua të dorëzohem edhe nuk du të rrim aty mbrenda. A ka pas një moment? Ka pas momente që tashtë për mu, ka një dit aty, sigur një javë, më doke. Ska lojke, heq dita. Edhe puna është që emocionit që i ki, së mund është edhe 100% mi shprej me njerës aty. Sonë tashtë si kum besu, kejtve 100% se kum di që është show, po mas vështirë të është qëto emocionit që i ki, mi mbaj diqysh, adhen, edhe apet me dal happy, mu përbal, adhen mu smelon qëto emocione me ndiku më sene. Qa dy kum pasan probleme se në shumicën e rasteve, emocionet që kum pas, kam ndiku. Negative? Jumë nervozu, kësi sene, nashta kum shu fjallë që si qdashtën, që si lëshoj kështu. A je bë pishman për disa veprime që i ke bërë aty mbrenda? Pishman si ju më bo për kur gjo e se u konë për mu një eksperiencë fantastike, që kum kalzune se kum për cilë shumë që është, Big Brother që u konë, që është dush edhe me lujt me busane, kështu që kum hi atë, edhe thjesht menojsha që kum pas biseda me dikon, edhe menojsha, okej,
qa fol kë, ose qa më thot, është e vërtet. Edhe i besojshe. Edhe i besoj qa. Po tani dikur unë ka ra ndërmend që është show, nështë Edhe ku të kanë dalë ato që s'është ashtu siç shitet apo siç treguhet? Po të njëre në zën shpejt në rën. Të provon me pyetje me sene. I thu diçka, del knej, ky tjetri thot ju mëre, ky foli që tha çto. Në fakt shumë fake. Po në fakt fake. Është loj. Loj aty mrena. Kanë lujt A hiti me atë qëllim me bu loj aty mrena edhe po ma shumë me sprovu veten? Unë veç loj s'kum bu. Ke qenë vetvetja. Veç loj s'kum bu, e kum pasën qëllimin vetvetja më kon, edhe besoj që kum dal. Qysh kum dal. Ta është kejt njerës që dalin për Big Brother, thojnë ata kisha bu këta, ta kisha bu qëta është me hi, adhe në boj bum, po ta është aja fazë ka kalua, unë s'kum lujten në atë mënyrë që kanë lujt tjerë, po kum bo loja, po ta është nuk në transmitua dhe kejta, ka pas shumë sa në fani aty që i kum bo. Që si kanë tregu? Po që s'kan dalë, si kum po, që kanë dalë.